çfarë ndodhi me ne. Dikur mjaftonte një buzëqeshje jote, që dita ime të kishte kuptim. Mjaftonte një mesazh i shkurtër për të më bërë të harroja çdo lodhje. Ne dinim të qeshnim pa arsye, të ndronim pa frikë dhe të premtonim se asgjë nuk do të na ndante. Besonim se dashuria jonë ishte më e fortë se çdo stujë. Por sot pyes veten, çfarë ndodhi me ne. Kur u shuan ato biseda që zjasnin deri në agim, kur u kthyen për qafimet në heshtje me shikimet tona filluan të shmangeshin. Nuk ndodhi brenda një dite, ishte një largimi nga dalt. Aq i qetë sa nuk e kuptuam, derisa u gjendëm të huaj përballë njëri tjetrit. Ndoshta haruam të dëgjonim, ndoshta u lodhëm duke pritur që tjetri të bënte hapin e parë, ose ndoshta jeta na mori aq shumë kohë sa nuk lam më kohë për njëri tjetrin. Më mungon versioni ynë i dikurshëm, më mungojnë planet që bënim, premtimet që i besonin me gjithë zemër dhe mënyra si më shikoj, sikur në botë të mos ekzistonte askush tjetër. Sot kanë mbetur vetëm kujtimet, ato nuk flasin, por dhe mbi janë të bukura, sepse tregojnë se dikur kemi tënde. E jonë ture, por janë të dhimshme, sepse na kujtojnë se ajo lumturi nuk është më. Nuk të fajsoj vetëm ty dhe as veten, ndoshta të dy humbëm rrugën, ndoshta dashuria nuk mjafton gjithmonë, nëse nuk kujdesesh për të çdo ditë. Megjithatë një pjesë e zemrës si me ende pyet nëse do të kishim folur më shumë, nëse do të ishim përqafuar pak më fort, a do të ishim ende bashk. Përgjigjen nuk e di vetëm se dikur ishim në, ndërsa sot jemi dy njerëz që mbajnë të njëjtat kujtime, por ecin në rrugë të ndryshme.